Për shenjën e binjakëve, si do ndikoj pjesa e binjakëve dhe çfarë do rezonoj tek pjesa e tyre, si do jetë pozitiviteti, energjia, forca, çfarë do kenë ato sipas planetit të Jupiterit. Dominon që kjo javë do ketë ndryshim në vendime dhe ndryshim në pjesën e vetvetes, të cilët do ndjen pak më shumë kreativ binjakët. Binjakët pas kanë strategun në këndvështrimin e tyre. Shikoj tek identiteti mashkull, shikoj që pjesa e dominuese tek meshkujt, shikoj që po bëjmë plane për të arritur pjesën e financave, pentakulën e fatit. Duan të kenë një ndryshim në jetën e tyre, në pozicionimin e punës, në marrëdhënie me punën. Duan të arrin shumë shpejt majrat, por kanë ndikuar pak si luhatje në uljet e ngritjeve të biznesit, financave. Kërkon sa më shumë të arrisin me pikpamjet e tyre të largëta, i kërkojnë gjërat të arrin me këmbgulje shumë shpejt, janë vendosmëri të lartë, edhe pa çka, sepse gjërat siç janë mbushur ose më saktë fitoria ka ardhur shpejt dhe është larguar në momente të papërshtatshme. Por prap kanë frikën, kanë pasigurinë ndaj vetes, kanë dy armë të ftohta dhe të forta ndërmjet tyre. Kanë dy armë të ftohta në të kuptim që egoja e tyre përballet në dy fasada. Një është e brendshme dhe një është e jashtme. Ajo e jashtme ndikon tek personat të cilët jashtë duken sikur janë më të arritshmit, më të suksesshmit, brenda ka frikën dhe pasigurinë dhe forcën. Shikoj që femrat, identiteti femër po triumfon në heshtjen e saj, sikur i merr gjërat e veta dhe kërkon të largohet, sepse ka qenë pak a shumë si një sfidë tek femrat këtë periudhë kohore. Ka qenë në lohatje, në ulje të ngritje të humorit të tyre. Kanë frikë dhe pasiguri, mendojnë se do të jenë përsëri të zhgënjura në marrëdhënien e dashurisë. Por realisht shikoj meshkuj që janë udhëheqës në këtë marrëdhënie, do jenë udhëheqësit e parë, të cilët ato do i sjellin në një transformim shumë më të lartë se herët e tjera që mund të ketë kjo marrëdhënie. Shikoj identitetin femër që brenda vetes së tyre festojnë dhe gëzojnë për një arritje suksesi. Shikoj që do kenë një kornizë të brendshme të tyre që ndikon për mirë dhe ndikon në atë fasadë të cilët i japin përparësi gjërave të tyre edhe më delikate. Kanë luftuar me shumë pozicione njerëzish, me një pozicione të identiteteve të ndryshme, si persona të cilët kanë qenë negativ, dominues ke jeta e tyre, shikojnë dhe persona të cilët kanë ndikuar pozitivisht. Pjesën e tyre që kanë ndikuar negativisht kanë qenë që janë personat të cilët i kanë manipuluar dhe i kanë ulur në potencialin e tyre. Personat të cilët kanë qenë pozitivisht kanë qenë ato persona që i kanë dhënë një dorë ose më saktë kanë dhënë një udhërrëfyes i tyre i arshëm për jetën. Kanë qenë plane të ndryshme në pjesën e jetës, në plane të ndryshme për pjesën e të drejtave të tyre. Gjithmonë luftojnë me diçka më të fortë, me armën e tyre më të fortë, janë vigjilente dhe i kërkojnë gjërat me këmbgulje. Por këmbgulësia e tyre gjithmonë i quan sikur janë pjesën e mendjemadhësisë dhe kokëfortësisë. Por realisht ato kanë pjesën e suksesit, të cilët shumë shpejt kjo periudhë kohe do jetë e suksesshme për to. Çfarë mesazhesh do të janë programuar ose më saktë çfarë mesazhesh do përballen pjesa e shenjës binjakëve, çfarë do kenë ato në përfundimin e tyre, si do vazhdojnë pjesa e ardhshmërisë së tyre. Atë mesazhet të cilët do jenë përballen të shenjat e binjakëve, do jenë që tek këto do hapet një portë e re, një transformim i ri i brendshëm, si nga pjesa e financave, si nga pjesa e dashurisë, të cilët këto dritën që këto e kanë programuar në mendjen e tyre, që e kanë menduar, ato do të realizohen edhe pse i kanë gjërat pak të vonuara. Dhe shikoj që do jetë një ascendent i shenjës Virgjëreshës, të cilët mund ta kenë një anën e tyre
të ndihmesës, anën e tyre të dhënies prosperitetit, plus kësaj marrëdhënie ju ka shtuar edhe pjesa e vigjilencës që ato i jep një transparencë më të dukshme.